investimeve të jashtëzakonshme që prindrit e shoqëria kanë bërë tek ta që ata të ecin përpara sa i takon arsimimit e për të mësuar në mënyrë konstante në një botë që është plotësisht e hapur për ta. Dhe ju, veçanërisht ju personalisht, apo ndihmoni përmes një fondacioni, a në tjetër mënyrë për t'i fuqizuar ata, për t'i ndihmuar ata? Mendoj që me të gjitha publikimet që kam nxjerr, projekte, diskutimet që kam bërë, por edhe duke ruajtur atë lloj trysnie timen vjetin, përpiqem të sigurohem që gratë të rinjt, fëmijët të marrin sa më shumë vëmendje nga shoqëria dhe nga qeveria. E po kështu edhe nga politikbërësit. Më duhet të eksploroj më tej. Edi është tashmë në mandatin e 4. Je entuziaste për këtë? Jam shumë entuziaste dhe e prekur, e mallëngjyrë thellësisht, sepse ndjeva sikur po lidhe i filli midis prindërve tanë dhe asaj që ka ndëruam në 91-92 për ta bërë Shqipërinë si gjithë Europa. Aso kohë, qeveria e parë demokratike mori një mbështetje të jashtëzakonshme nga qytetarët. Duket sikur ka një fill që lidhet pas kaq shumë vitesh dhe shqiptarët, sepse vazhdojnë të ndërrojnë Shqipërinë në Europë, i besuan Edit një mandat që është shumë i fortë. Mendoj që është një përgjegjësi e jashtëzakonshme. Ndjej peshën mbi shpatulla për të mos zhgënjur askënd nga ata që e ka dhënë këtë mbështetje dhe për të lejuar të rinjt që të çelin një shteg krejt të ri. Është misioni ynë për ta përfunduar këtë proces si brez në mënyrë që fëmijët tanë të nisin një tjetër nivel angazhimi. Dhe e dini, në fakt rinia është themeli i një vendi, arsimi është i rëndësishëm për ta mendoj. Shoh që nuk është se kemi shumë kohë e do ta mbyll me një pyetje mjaft e lehtë. Do doja t'ju pyesja, nëse do të kishte 3 gjëra që do doni të thonit për Shqipërinë, për vendin tuaj. Dhe çfarë do qofshin ato në nivel personal, kulturor, apo çfarë do lloj gjëje që mendoni, çfarë do të ishin ato? Gjëja e parë, sepse pash videon që ishte përgatitur dhe jam tërësisht dakord me të, gjëja e parë që do të përmendja është diversiteti. Në 3 nivele, i natyrës, këtu mund të gjesh Karajibet, mund të gjesh Toskanën, mund të gjesh Alpet e Zvicrës, në këtë vend kaq të vogël mund të gjesh gjithë botën, është një vend shumë i bukur. Dhe pastaj larmia, diversiteti kulturor. Dua të përmend që në këtë territor ka më shumë se 3000 kostume tradicionale dhe shumica prej tyre janë unike në botë. Dhe 3 besime fetare që bashkëjetojnë në harmoni dhe janë një trashëgimi e madhe për ne. Gjëja e dytë që do të them është dinamizmi. Jemi një komb mjaft energjike dinamik, është e vërtet. Dhe edhe tronditjet na trondisin. Pra, ne mund të kemi tronditje ndodhi në 97-ën, paksa në 2000-2008 ndodhi